Falënderimi dhe lavdërimet I takojnë Allahu xhelle xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatin mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E më pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm, në ditët dhe javën që lan pas patëm një sër aktivitete shfetare të rëndësishme për popullin dhe vendin tonë. Në javën e kaluar patëm aktivitete të cilat na freskuan shpirtin, mendjen, qenjen tonë, na nderuan, na bën krenar dhe me vlera. Patëm aktivitetin e garave ndërkombëtare të Kuranit që për herë të parë në vendin tonë mbahen. Dhe është një vlerë e veçantë e cila tregon cilësinë e shoqërisë tonë, me theks të veçantë edhe të rinisë, se ka hajër, ka të mira, përkundra ankesave ka vlera dhe ka të mira. Pastaj patëm vizitën e një prej imamëve të Qabës në vendin tonë, e që duhet të ndihemi të privilegjuar. Sepse po mendoj që ata që tani më nuk jetojnë, e kanë pas ëndër me pa imamin e Qabës, e lërë më me ardhë edhe me qenë pjesë e aktiviteteve tona, me falë namaz në për xhamia tona. Po ashtu të ndershëm vëllezër, patëm edhe aktivitetin e panajirit kulturor Urat, një panajir që sjell kulturë të Arabisë Saudite në Prishtinë, vendin tonë, për na treguar se jemi njerëz dhe se jemi të afërt me njëri tjetrin. E për të gjitha këto aktivitete që u zhvilluan, shfrytëzoj rastin që t'i falenderojmë fillimisht institucionet tona fetare, Kryesinë e Bashkisë Islame, më në krye me Muftiun Naim Tërnava, po ashtu t'i falenderojmë edhe institucionet tona shtetërore për lehtësimin dhe bashkëpunimin për t'ia realizuar këto aktivitete. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, unë dua të ndalem te aktiviteti i parë, t'i them disa fjalë lidhur me vlerën dhe rëndësinë e leximit e të mësimit të Kuranit. Do doja që këtë ligjërat ta ndaja në shumë hutbe, por për shkak kohës po mundona që sot t'i përcjelli disa mesazhe për të kuptuar pak më konkretisht çfarë libri kemi ne, e që ndoshta shumë pak e vlerësojmë. Vëllezër të ndershëm, kur flasim për Kur'anin, po flasim për librin e Allahut xhelle xhelalu, për fjalën e Allahut xhelle xhelaluhu, që Allahu ja zbriti Muhamedit alayhis salam përmes Xhibrilit, e që me këtë libër na ka nderuar neve. E ka nderuar Allahu ummetin e pejgamberit alayhis salam. Dhe ky nderim dhe ky fisnikrim kuptohet kur ne I qasmi oqeanit të vlerave të këtij libri. Më lejoni që t'i shpalosi disa pak shkëndiza të vlerave nga ky oqean I madh I vlerave që ngërthen Kurani. Kurani të ndershëm vëllezër, ai që lexon Kuranin, një shtëpi ku lexohet Kurani, aty ka begati, aty ka bereqet. Personi I cili lexon Kuranin është bereqetli, është I begat. Allahu xhelle xhelal surët Sad kështu na ka njoftuar për te. Kitabun anzalnahu ilejke mubarak. Ne librin që ty ta zbretëm është bereqetli, I begat në lexim, shpërblim, sjell bereqet dhe begati. Kështu thonë dietarët islam. Allahu bereqetin e shtëpisë ja sjell atij që lexon Kur'an. Ata që lexojnë Kur'an të ndershëm vëllezër, që lexojnë, mësojnë e përpunojnë, janë të përzgjedhurit e Allahut. Kështu Allahu në surën Fatir thotë: "Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina." E pastaj ne u alam në trashëgimi, thot Allahu pra në Kur'an, pastaj ne u alam në trashëgimi këtë libër atyre që I kemi përzgjedh. Pra nëse Allahu ta ka mundsuar me lexu librin e tij, dije që Allahu ka përzgjedh. E nëse jo, ulu edhe çaj për veti. Pse unë po I lexoj me mia libra, ende s'mësua me lexu librin e Allahut. Pastaj të ndershëm vëllezër, cilësia e ummetit është, cilësia e shoqërisë është në librin e Allahut. Allahu xhelle xhelalu kur e ka cilësu ummetin e tij, e ka cilësu në sajat e Kur'anit. Ju jeni populli, ummeti më I mirë që është nxjerrë nga njerëzit. Cilësia e njerëzve është
në njohjen, leximin dhe përpunimin e fjalës së tij, siç thot pejgamberi alayhis salam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Më i miri nga ju, a e dini cili është? Ai i cili e mëson vetë Kur'anin dhe u mëson të tjerëve. Të ndershëm vëllezër, përmes këtij libri Allahu ngrit persona dhe ngrit popull dhe ul të tjerë. Ata të cilët e njohin librin e Allahut i ngrit Allahu. Ata të cilët e përpunojnë librin e Allahut, nxjerrin çka bën dhe çka nuk bën, sepse aty është i përmendur, nxjerrin vlera, sepse përmes këtij Kurani ne kemi kuptuar vlerën e studimit. Sikur mos ishte ky Kur'an, kush do të na mësonte neve para 1500 viteve, jo para 100 viteve, jo para 50 viteve, jo që kur i kemi në shkollat, para 15 shekujve parafërsisht, jemi mësu, jemi njoftu për vlerën e arsimimit, për vlerën e jetës cilësore. Prandaj, siç ka në hadithin e saktë, thot Muhamedi alayhis salam, Allahu xhelle xhelalu përmes këtij libri ngrit popull, ata që e vlerësojnë librin e tij, që punojnë me te, që e kuptojnë se jeta ka koncepte, jeta është e rëndësishme, si studim, si punë, si martesë, si respekt dhe me të gjitha pjesët, segmentet e jetës, pra i marrni nga libri i Zotit. Dhe ul Allahu përmes këtij libri të tjerë, ata që e përbuzin këtë libër, që nuk e lexojnë këtë libër, që nuk e njohin këtë libër e kështu me radhë. Pastaj të ndershëm vëllezër, Allah i madhërisht na njofton në këtë libër se nuk kemi lënë detaje madje, detaje që juve ju nevojiten pa i sqaruar këtë libër. Ma farratna fil kitabi min shay. Allahu thot, nuk kemi lënë asgjë në këtë libër pa i sqaruar që juve ju duhet. Pastaj thot, tibyanan li kulli shay. Ky libër është sqarues për çdo gjë që juve ju intereson. Andaj të ndershëm vëllezër, ju na mbetet me e lexu dhe pastaj me punu sipas asaj që Allah ofret. Jo vetëm nga ky aspekt dhe nga ky profil të ndershëm vëllezër, por edhe nga aspekti i shpërblimit. Allahu xhelle xhelalu ata të cilët e lexojnë librin e Allahut, e mësojnë librin e Allahut, punojnë me te, i ka trajtuar si tregtar me Allahun. Kanë hyrë në tregti me Allahun xhelle xhelalu. Kështu thot Allah në surën Fatir: Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamu s-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Vërtet ata të cilët e lexojnë librin e Allahut, e përpunojnë, e mësojnë, e kuptojnë, punojnë sipas tij, falin namazin, apin nga ajo që ju kemi dhënë na, ata shpresojnë, le të shpresojnë në një tregti që nuk dështon kurrë. E kjo tregti është për çdo shkronjë dhe cevape. Asnjë libër tjetër, qoftë në gjuhën arabe, qoftë në gjuhë të tjera, nuk e ka këtë background, nuk e ka këtë vlerë. Asnjë libër, madje as gjuhën arabe, nuk e ka këtë shpërblim 1/10. E llogarit veç elhamin një herë me lexu, veç inat me një herë me lexu. E llogarit me i ra fund të kry një herë Kur'anit që quhet hatme, e llogarit tani sa sevapi vjen nga unë Allahu xhelle xhelal. Përveç bereqetit që e marrim dhe vlerave të tjera. Prandaj të ndershëm vëllezër, me të drejtë ka thënë Muhamedi alayhis salam se ata që lexojnë Kur'anin dhe e bartin Kur'anin janë ehlullahi wa khasati, të veçantit e Allahut. Janë të veçantit e Allahut. Jo vetëm kaq vëllezër. Ky Kur'an është ilaç i shpirtit ton, i mendjes ton, i trupit ton, është qetësi dhe freski e zemrave tona. Allahu xhelle xhelaluhu kur flet në Kur'an për krizat që i ka njeriu, sepse Allahu na ka kriju, ai e din çka kemi na probleme më shumë dhe i din ilaçet e këtyre problemeve. Ja çfarë thot Allahu: Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Sa ju përket besimtarve, nuk ka mundësi ndryshe për thot Allahu mu qetësu zemrat e tyre, pas kur e përmendin Allahun. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Vëni re, dini mirë se zemra nuk qetësohet ndryshe, pas kur përmendet Allahu, e leximi fjalës së Allahut është dhikri më i madh. Jo vetëm kaq, por shëron krizat mentale, krizat shpirtërore, madje edhe smundjet fizike. Këtë e ka garantuar Allahu në Kur'an në surën Yunus. Ja yuhan nas,
Qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. O ju njerëz, Allahu madje këtu i drejtohet njerëzimin përgjithësi. O ju njerëz, juve veç ju erdh këshilla nga Zoti juaj. Juve ju erdh madje shërimi i gjoksave t'juaj, që ju po vuni nga to, për atyre që quhen kriza mentale ose shëndetit mendor. Juve veç ju erdh ky libër i cili është udhëzim edhe mëshirë për besimtarët. Prandaj të ndershëm vëllezër, këto ishin disa nga vlerat e këtij libri e që vërtet pra kemi nevojë të mirëmi me Kur'anin më shumë. Përfundimisht po e ceki sepse shumë çka ka për thënë, por po e përcjelli një shqetësim të dietarëve që sa kemi lexuar për ta, për dietarë të mëdhej, në fund të jetës së tyre, nëse i kishim pyet se çka ju ka mbet marak më shumë, për çka pendoheni më shumë, thonë veç që ndoshta s'ja kemi dhënë hakun leximit të Kuranit. Prandaj të ndershëm vëllezër, ndiju me fat nëse Allah ta ka mundsuar leximin e Kuranit, mësimin e Kuranit, sepse kështu afrohesh te Allahu, kështu ndërton vlera, kështu dhe lën tragje gjurmë edhe pas jetës. Po ashtu të ndershëm vëllezër, të jemi të kujdesshëm edhe me fëmijët tanë. Të mësojmë fëmijëve Kur'anin se lidhja e fëmijët me Kur'anin i bie është lidhë me fjalën e Zotit. Ai fëmijë ka me formu identitetin e tij, personalitetin e tij, moralin e tij. Ai do të qëndron larg këtyre dukurive negative që i kemi sot, larg vetvrasjes, larg vrasjes, larg fenomeneve të tjera. Ai do ta respekton prindin, mësuesin, qytetarin dhe të tjerët. Lutë Allahun xhela xhelaluhu që të na bën prej të veçantëve të Allahut, lexuesve të Kuranit, barzëve të Kuranit, lutim Allahun që ta njohim Kuranin dhe të jetojmë me të. E them këtë që dëgjuat, kërkoj falje për vetvete dhe për ju, kërkoj edhe ju falje, sepse Allah është falësi i madh. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, në pjesën e dytë të kësaj hutbe, po e përcjelli një apel të Këshillit të Bashkisë Islame në Prishtinë, lidhur me kërkimin e ndihmës për një xhami e cila është duke u restauru këto në Prishtinë, xhamia në Kodrën e Trimave, xhamia Hoxh Abdul Kader Arnauti, kërkon ndihmë, pra sepse është tu renovu, por mesazhin që do ta përcjellë është se dietarët islam thonë mirëmbajtja e xhamisë, investimi për mirëmbajtje të xhamisë, për restaurim, për renovim të xhamisë, edhe ndërtimi i xhamisë kanë shpërblimin e njëjtë. Prandaj të ndershëm vëllezër, pra të mundohemi të ndihmojmë aty ku kërkohet, sepse është vakaf. Ai investim, sot i vogël që ne e japim, ky investim do të qëndron edhe pas vdekjes tonë. Krejt ata njerëz që falen, aty ku na japim me ndërtu një xhami, me mirëmbajtje një xhami, me restauru një xhami, ne kemi shpërblim për ata njerëz që shkojnë më falë dhe kanë aktivitete. Allah na mundësoj që të jemi prej sadakëgjive, për atyre që ndihmojnë shtëpiat e Zotit dhe ndihmojnë kudo që ka nevojë. Allah na bëftë të dobishëm në vazhdimsi. Lutim Allahun për pranim të veprave, për vetvete, për ju, për gjithë besimtarët. Lutim Allahun na udhëzon neve, familjet tona, shoqërinë tonë, besimtarët ka të që janë. Lutim Allahun që të shëron të smuarit tanë dhe të mëshiron të vdekurit tanë.